Erdhi vetëm për të marrë pjesë në projektin e ndërtimit të rrugës së Kombit në vitin 2007, por nuk u largua më që atëherë. Hikmet Sinan, një inxhinier minjerash nga Turqia, vendosi të zhvendosej përfundimisht në Shqipëri. Ardhmja time në Shqipëri është në 2007 për projektin e rrugës së Kombit. Kompania që punoi unë atëherë si inxhinier e mori pjesë të kësaj projekti si furnitori i lëndë plasjese dhe shërbimi e plasjes. Që atëherë jam në Shqipëri, nuk e kam larguar me të drejtën. Që prej asaj kohe Hikmeti thot se ka marrë pjesë në një sër projektesh të rëndësishme infrastrukturore në vend. Ndër më kryesorët që pritet të realizojnë është dhe tuneli Librazhdit, pjesë e korridorit 8. Aktualisht ne vetëm importojmë produkte të gatshme. Do të thënë lëndë parë nuk e importojmë. Vendi i importit kryesor është Turqia. Edhe lëndet e plasjeve që importojmë neve mund të them se janë teknologjia e fundit të aplikueshëm në fushën tonë. Ai shprehet se marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Turqisë kanë ndihmuar në sigurimin e lëndëve plase, pasi Turqia është furnizuesi kryesor për këtë sektor. Edhe vitet e fundit kemi filluar të bëjmë dhe eksport, do të thënë ambiente që kemi në Shqipëri, përdorim si një pika qendrore për të realizuar shpërndarje edhe në rajon, deri Bosnia, Kosova. Hikmeti thekson se zhvillimi i Shqipërisë ndër vite ka qenë arsyeja kryesore që vendosi të mos kthehej më në Turqi. Sipas tij, vendi ofron një ambient miqësor për të punuar dhe për të ndërtuar një biznes afatgjatë.